Ju faleminderit juve dhe po e përshëndes mikun tim Zotrion Bilalli. Shëndet edhe nga unë, Zoti Dashevsi. Mirë, po e nisim me juve, Zotri Bilalli, pam një sulm të Izraelit në orët e para të mëngjesit në drejtim të Iranit. Çfarë do të thotë ky sulm për, po them, stabilitetin e lindjes mesme? Është prit, thëmë drejtën, sidomos në këto 3-4 ditë të fundit, dhe paralajmërimi ka qenë edhe i shërbimeve inteligjente amerikane se do ketë sulm dhe kërkon mobilizim dhe tërheqje të stafit diplomatik amerikan në vendet e Golfit, poshtë edhe në Arabinë Saudite, dhe të kenë kujdes televizja. Dhe kjo ka qenë shaja parë që Izraeli orë pas orë ose mund të thëmë në një kohë shumë shkurtë do të fillon aksionin e tillë të bombardimit. Thëmë drejten, lindja mesme ka marrë një kohë jashtëzakonisht të rëndë, dhe mendoj që në aspektin e drejtës ndërkombëtare, me qenë se Irani ka kërkuar mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit, me qenë se është një rutinë e njëjtë kur bëhet kjo, sepse fundit veto në fund nuk lejon që të kaloj një dënim midis paku, por mendoj që në aspektin e gjeopolitikës, të them drejtën, në ngushtica e Hormuzit, në gjirin e Golfit, 40% e energjisë e naftës ka lënë në nivel botror. Dhe kjo i ka impakt për gjithë botën, edhe për ne. Edhe flas në aspektin ekonomik, konditave dhe impaktit që ka për ekonominë ose për ngritjen e çmimeve të vetëm kanë filluar bërza tash të dhënë shanjat e para të ngritjes së çmimeve. Lajmet ishin se është ngritur për 6%. Po, çmimi i naftës. Besoj që do rritet edhe më shumë. Mund të them gjeopolitika botërore ka ndryshuar që nga lufta në Ukrainë, kriza, dhe besoj që është e dhimbshme, edhe ajo që ka ndodhur në Gaza, dhe besoj për një moment do të harrohet problemi i palestinezëve në Gaza. Mendoj që Irani ka hyrë në një fazë, ka ngritur flamurin e zi dhe hakmarrjen për ta bëj në mënyrë të fuqishme, po që se ka kapacitete, me që se dikun flitet 2000 raketa balistike, dikun ka ekspertë që thojnë deri në 3000 ka kapacitetin e tyre të forcave. Pastaj janë 2 armë hipersonike të dometit të mesum, Fatah 1 dhe Fatah 2, dhe mendoj që po që se godet Izraelin dhe nuk, me që se Ali Hamnej ka dhënë një deklarat që do të godasim dhem shumë, por ushtria iraniane ka shprehur që nuk do të jetë kufizime në goditje. Dhe po që se goditen civilët në Izrael, atëherë aksioni dhe bota perëndimore ashtu kështu do të jetë në krah të Izraelit, dhe kemi një eskalim që mund të çojë, mund të them në shenja, po them prap, po që se nuk ka spohin në teori konspirative, po që se nuk ka një marrëveshje për sulme të kufizuara, atëherë jo vetëm lindja mesme, por edhe bota mund marrë kaje tjera. Që them drejtën, edhe këtë informacion, Irani ka 2 marrëveshje të partnerit strategjik, që është e rëndësishme për ta, me Kinën, që janë edhe në domenin e kapacitetit ushtarake, dhe me Rusin në shumë pika, sepse 8 impante bërthamori ka marrë Rusatom të ndërtojnë në Iran për shërbime civile, dhe me Kinën ka një marrëveshje partnerëri strategjik edhe në aspektin ushtarak. Me Rusë jo. Rusë ka një marrëveshje tillë me Korenë e Veriut, me Iranin jo. Sepse implikohet drejt për drejt, po që se sulmohet një vend i dytë, atëherë realisht mbrojtja, ushtria e atij vendi, siç është rasti me Kinën ose me Rusin, mund të involvohen në konflikt. Por këtë rëst nuk e kanë toleruar, kanë pas kujdes. Bili u ka qelë frontin në Ukrainë që të kryj operacione dhe të marrë tokë në Ukrainë, dhe depërtoj edhe deri te Dnepropetrovski. Por mendoj që te Irani do kemi një situatë. Amerikanët janë shprehur që ne nuk jemi të përfshirë. Mirë po arsenali, flotila e IDF-it Izraelit, i forcave ajrore të Izraelit, është komplet 60 deri në 70% me aviacion të F-35, 16 dhe 15. Zotri Bilalli, teksa po flasim si një lajm të fundit po qarkullon nëpër media, Izraeli ka pranuar kishim dritje jeshile nga SBA-t për ta sulmuar Iranin. Teksa po flasim doli një lajm përfaqësues të zyrtarë të Izraelit kanë thënë diçka të ngjashme, derisa më njëherë pas ka ardhur edhe reagimi i Donald Trump, i cili thotë kështu: Trump kërcënon, Irani duhet të bëjë marrëveshje para se të mos mbetet me asgjë. Po ka dhënë edhe më herët edhe para 2 orëve ka qenë edhe që lidhet me këtë.
ka thonë që ne kemi ditur që do të sulmon. Që realisht ka qenë një korrespondencë. Bile Netanyahu, edhe heshtja, Bibi, si që quan Trumpi, është një amën që ai ka pas 10 gjykim Bibi në Izrael. Dhe arsyetimin e ka bërë smut. Edhe për 6 muaj ka bërë një operacion. Por ky është për konsum brendshëm, sepse nuk i ka punë si Netanyahu në Izrael, edhe më shoqërinë izraelite. Por ky do të jetë një hap që me amerikanët besoj që deklarata Trumpit para një orë duket ka qenë, që ka thënë po që se ku sulmohet Izraeli, sulmohet edhe Amerika, në farë mënyrë. Mirë po, s'duhet harru që konflikti i tillë i përmasave, Iranat janë të bukur të fortë në aviacion janë dopt. Në aspektin e raketave, sidomos balistike, janë bukur të fuqishëm, plus edhe dron. 100 dron kanë dështu sipas IDF-it, kanë pas goditje, meqenëse edhe hapësira ajrore Arabisë Saudite, Jordanit është mbyllur. Po, këto dua të ndërlidhe dhe zotin Dashevci, si ndikon Dashevci ky sulm që ndodhi në orët e para të mëngjesit, pastaj në përpjekjen diplomatike për të ndalur programin bërthamor të Iranit, a do ta shfrytëzojnë ata si pretekst për vetëmbrojtje për ta përshpejtuar këtë program pastaj? Po, pyetja është e qartë. Ky lajm që tha i nderuari moderator, domethënë ky lajm erdhi para 13 minutave. Unë e ndëgjova live këtë lajm në Sky Newsin anglez. Domethënë po, kjo është e vërtet, deklaratat e Trumpit po sa dulën, domethënë, mirë po në atë aspektin e sigurisë globale tash po e them që një vatër krize tjetër u qel në aspektin e sigurisë, domethënë këtu po flasim për